Në kantierin e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës në zonën e Akërnis punimet vijojnë por me ritme dukshëm më të ulta krahasuar me muajt e mëparshëm. Gjatë vëzhgimit të kryer këtë të njëjtë të 11 dhjetorit nga televizioni 6+1 Vlora, u vure një aktivitet i kufizuar i punonjësve dhe mjeteve të rënda, ndryshe nga dinamika intensive që karakterizoi kantierin gjatë fazave të para të projektit. Lidhur me këtë situatë, mësohet se ngadalësimi i punimeve lidhet kryesisht me dy faktorë: hetimin e hapur nga SPAK mbi elementët specifik të procesit të ndërtimit, si dhe konfliktin e vazhdueshëm mes dy aksionerëve kryesor të kompanisë përgjegjëse për realizimin e projektit. Këto mosmarrëveshje, për të cilat aktualisht po punohet në Prokurorinë e Tiranës për gjetjen e një zgjidhje ligjore, kanë ndikuar dukshëm në ecurinë dhe koordinimin e punimeve brenda kantierit. Pamjet e filmuara këtë të njëjtë tregojnë qartë një situatë të qetë dhe lëvizje sporadike në kantier, me disa grupe punëtorësh dhe mjete ndërtimi në operim, por jo me të njëjtat ritme intensive që janë parë më herët. Ndërkohë, projekti i aeroportit ndërkombëtar të Vlorës mbetet një nga investimet më të rëndësishme infrastrukturore në vend. Aeroporti pritet të jetë më i madhi në Shqipëri në aspektin e kapacitetit dhe shërbimeve që do të ofrojë. Terminali i pasagjerëve, i cili tashmë ka marrë formë të qartë, po ndërtohet me standardet europiane dhe do të përfshijë ambiente moderne për kontrollin dhe përpunimin e udhëtarëve, hapësira për doganën dhe policinë kufitare, zonat dedikuara për linjat ajrore, si dhe ambiente tregtare, dyqane dhe shërbime të ndryshme për pasagjerët. Struktura arkitektonike e aeroportit është konceptuar duke i dhënë prioritet efikasitetit, sigurisë dhe komoditetit, me qëllim që të ofrojë një eksperiencë të krahasueshme me aeroportet e njohura ndërkombëtare. Por përveç kësaj, pista e aeroportit dhe infrastruktura mbështetëse po projektohen për të pritur avion të kapaciteteve të mëdha, çka e pozicionon Vlorën si një nyje të rëndësishme ajrore në rajon. Aeroporti pritet të ketë një ndikim të madh në ekonomik, jo vetëm për qarkun e Vlorës, por për të gjithë jugun e Shqipërisë. Me përfundimin e projektit pritet të hapen mira vende pune, si gjatë fazës së ndërtimit, ashtu edhe gjatë fazës operacionale, pas vënies në funksion të plotë aeroportit. Investimi shihet gjithashtu si një nxitës i rëndësishëm për turizmin, industrinë e shërbimeve dhe transportit, megjithatë pavarësisht premtimeve të dhëna më herët, sipas të cilave aeroporti pritet të ishte gati për fluturimet e para në pranverë, aktualisht nuk ka siguri nëse ky afat do të mund të respektohet. Ritmet e paqëndrueshme të punimeve, vonesat e shkaktuara nga procedurat hetimore dhe ajo që cilësohet konflikt aksionerësh e bëjnë të vështirë parashikimin e një date të saktë për përfundimin e projektit. Situata aktuale në kantier, me punimet që lëvizin me intervale dhe pa intensitet të qëndrueshëm, ngre pikpyetje për realizimin në kohë të këtij projekti madhor, ndërsa palat zbatuese dhe institucionet përkatëse duhet japin shpjegime më të qarta mbi ecurinë e deritanishme. Vëmendja e publikut mbetet e përqendruar tek zhvillimet që do të pasojnë, sidomos në raport me hetimet dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mes aksionerëve.